Fillimisht, një tigan shtoni një lugë gjelle me gjalp. Në resetën e njëjtë ju mund të përdorni margarinë ose vaj, ajo mbetet shija juaj. Presim tani në zjarr mesatar derisa gjalpi na shkrihet tërësisht. Tani të gjalpi i shkrir e shtojmë një qep të prerë imët në rinde. Vazhdojmë me skuqim qepën për 2-3 minuta derisa të shohim që po zbutet pak. Pasi qepa është zbutur pak, vazhdojmë që ta shtojmë tani edhe mishin. Unë po përdor 600 gram mish zhviqe të bluar, të cilin e kam pastruar mirë dhe kam kulluar ujin e tepërt nga mishi. Vazhdojmë tani që ta fërgojmë edhe për 2-3 minuta tjera edhe mishin bashkë me qepën. Tani pasi mishi fërgohet, shtojmë pak piper të kuq. Shtojmë tani që brenda shtojmë 300 gram domate të konzervuara. Vetëm i kam shtypur pak, tani do t'ju tregoj edhe se nga cila e kam përdorur. Kam përdorur nga ky lloj domate të konzervuara. Shtoj edhe 400 gram tjera salcë bolognese, zakonisht preferoj që ta përdor këtë nga marka Italiano. Përzijim. Vazhdojmë të shtojmë kryp. Brenda shtojmë 100 ml me ujë. Salcën e vendosim tani në zjarr që të zihet për 5 minuta. Ne vazhdojmë që ta përgatisim bechamel salcën. Në një tenxhere kam shtuar 70 gram gjalp. Do të prisim derisa gjalpi të shkrihet tërësisht. Tani te gjalpi i shkrir shtojmë 3 lugë gjelle të plota me miell. Fërgojmë vetëm për 2-3 minuta, derisa të fillon mielli që të kavërdiset. Pra nuk duhet që ta fërgojmë shumë, dhe të na merr ngjyrë të kuqren, sepse atëherë salca bechamel do të na bëhet me ngjyrë. Duhet që ta lëm miellin më të bardhë, që të na mbetet edhe salca e bardhë. Pasi që mielli fërgohet, vazhdojmë ta shtojmë qumshtin. Qumësht do të shtojmë 800 ml. Vazhdojmë me njëherë shtojmë pak kryp, pak piper të zi. Përzijem tani dhe lejojmë që salca bechamel të na zihet. Por kësaj radhe nuk do ta trashim shumë. Sa po të vrejmë që po fillon që të merr val, do ta largojmë nga zjarri. Dhe kjo është trashësia e bechamel salcës që po e kërkojmë. Sa po ta vrejni që po fillon të trashet pak, largone. Kjo do të trashet pastaj edhe gjatë pjekjes. Fillimisht në tepsinë ku do ta përgatisim lazanjen, shtojmë pak nga salca bechamel, pak edhe nga mishi dhe fillojmë t'i rendisim petat e lazanjes. Unë petat e lazanjes nuk i zijej asnjëherë paraprakisht, gjithmonë i përgatis në këtë mënyrë, pra i vendos pa zierje, sepse salcën bechamel e bëj më të hollë dhe ajo ndihmon që pastaj të zihen në furrë. Vazhdojmë tani, shtojmë nga salca bechamel. Pastaj nga salca me mish dhe me ndihmën e lugës e përhapim mbi tërë sipërfaqen. Gjithashtu shtojmë edhe pak kashkavall të bërë në rinde. Dhe vazhdojmë tani në të njëjtën mënyrë, duke i renditur derisa të përfundojmë me të gjitha.
rendin e fundit e mbulojmë vetëm me beshamel. Tani tër lazanjen sipër e mbulojmë me kashkavall të bërë në rende. Tani vazhdojmë që ta pjekim në furrë. Fura është e parangrohur në 220 gradë dhe lejojmë që të zihet dhe të piqet lazanja brenda atikon për 25 deri në 30 minuta. Dhe të dashur miq, pas 25 minutave në furrë, lazanja është gati, sapo e kam larguar nga fura. Lejojmë të tofet dikon për 10 minuta, pastaj vazhdojmë që ta prejmë në copëza më të vogla dhe e shërbejmë. Shpresoj do ta provoni edhe ju, do ta gatuani dhe do ta shijoni bashkë me familjarët e juaj për një iftar të shijshëm. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.